Путін кого боїться. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se Vladimir Putin do të vdesë së shpejti, duke besuar se kjo do t'i jap fund luftës së vazhdueshme mes dy vendeve, sipas The Kiev Independent. Zelensky i bëri këto komente gjatë një interviste me gazetarët evropian më 26 mars në Paris, me zërave për gjendjen shëndetësore të Putin. Komentet e Zelenskit vijnë një ditë pasi Rusia dhe Ukraina ranë dakord të zbatojnë një armë pushim të pjesëshëm të ndërmjetësuar nga SBA për sulmet e infrastrukturës energjetike dhe armiqësitë në Detin e Zi. Është shumë e rëndësishme që Amerika të mos e ndihmojë Putinin të dalë nga ky izolim global tani. Unë besoj se kjo është e rrezikshme. Ky është një nga momentet më të rrezikshme. Putini shpreson të mbesë në pushtet deri në vdekjen e tij, dhe ambiciet e tij nuk janë të kufizuara në Ukrainë, por mund të çojë në një konfrontim të drejtë për drejtë me Perëndimin. Në deklaratën e tij, presidenti i Ukrainës u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Europës që do qëndrojnë të bashkuar në presionin ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Закінчить своє абсолютно